Dje gjatë ditës, në debatin e zhvilluar në grupin parlamentar të EPP-s për zgjedhjet në Shqipëri dhe raportin e terapisë konvertuese, paraqita para audiencës rrezikun e madh që përfaqëson narkoshteti shqiptar në krye Edi Ramën, apo si quhet tashmë rëndom Ramadura apo Noriega i Europës, për siguri e vendeve të rajonit dhe vendeve të Europës. Në fjalën time, paraqita dominimin e tregut të drogës në Europë, marijuanës, kokainës, heroinës, nga kartelet e drogës të lidhura direkt me Edi Ramën, të komanduara direkt prej tij, i cili ka shtruar Shqipërinë në një parajs të larjes parave të tyre në qindra kulla, ndërtesa, resorte turistike. Shpreha kërkesën që vendet anëtare të Këshillit të Evropës, parlamentet e këtyre vendeve, të ngrenë zërin e tyre ndaj këtij rreziku serioz që u vjen nga një vend i vogël, i cili ka të gjitha potencialet e mëdha të zhvillimit dhe e ka zhytur regjimin në drogë vetëm për qëllime elektorale.